City. I like these guys. Vandir Beko i grohen për para. Me këtë video të publikuar në rrjetin social Facebook, Bek Berisha nga AAK dhe Përparim Rama nga LDK ngretën dyshime për një koalicion të mundshëm mes dy partive për balotazhin e 9 nëntorit, ndonse ende nuk ka të zyrtarizuar asgjë. Kandidati i LDK-s për kryetar të Gjilanit, Arber Ismaili, forcat i bashkoi me PDK-n kundër kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Alban Hysenit. Në Gjakov, kandidati i vetëvendosjes Ardian Gola ka ftuar për koalicion kandidatin e LDK-s kundër Ardian Gjinit të AAK-s. Edhe në Pej, partia Albin Kurtit po synon bashkëpunim me AAK-n, por kjo e fundit ka deklaruar se janë në pritje të ofertës edhe nga LDK-ja. Ndërkaq, Fush Kosova, Prizreni, Juniku dhe Obiliqi janë komunat ku vetëvendosje dhe AAK tashmë kanë vendosur të bashkëpunojnë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Një koalicion tjetër i LVV-s që bëri buj është ai në Vushtre mes Sulejman Mehollit dhe Xhafer Tahirit të LDK-s, me që u bë pa koordinim mes degës së LDK-s në Vushtre dhe kryesisë në Qandër. Marrëveshje për raundin e dytë kanë arritur në Dragash PDK-ja, LVV-ja, koalicioni Vakat dhe kandidati i pavarur Nezmedin Sejdilar. Nga të gjitha koalicionet e arritura deri më tani, më të paktat janë ato me subjekteve të mëdha politike nëpër komunat më të mëdha. Një simbol i peshës kombëtare, do të thonë nacionale. Askush nuk mund të rrezikojë një marrëveshje komunale që ajo t'i kthehet bumerang në zgjedhjet qendrore për të cilat po flitet se janë shumë afër. Në Prishtinë për shembull, vetëvendosja dhe LDK janë në balotazh. PDK nuk ka dalë publikisht në anën e askujt, por po flitet për një marrëveshje të fshehtë me LDK. Kanë frikë nga reperkusionet e këtyre veprimeve në nivelin qendror. Këtu para së gjithashtë kam fjalën për qytetet e mëdha, ku numri i votuesve potencial është më i madh. Nga 38 komunat e Kosovës, 20 prej tyre mbyllën pa balotazh procesin zgjedhor për kryetar komune, kurse 18 të tjera do ta mbajnë raundin e dytë të votimit më 9 nëntor.